nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar në lidhje me atë se në lidhje me objektivat e këshillës, qëllimin e këshillës, pse duhet me ekzistu këshilla, cila është rëndësia e saj e kështu me radhë, edhe sot e vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall në 2-3 pika që kanë të bëjnë me këtë temë. E para, vëllezër, përmes këshillës njeriu ka për qëllim me përmirësu mas pari veten e vet, e pastaj bashkëbiseduesin, qoftë ai individ, familje apo shoqëri. Gjithmonë këshilla fillon nga vetja dhe njeriu dëshiron me përfitu prej saj në mënyrë individuale, e pastaj atë mirësimi ja dhon edhe tjetrit. Pra me këshillu dikën, qëllimi i saj është me përmirësu sjelljen prej të keqes në të mirën, me motivu njeriu me dalë nga e keqja në të mirën. Dhe ky është qëllimi i këshillës në Islam, apo ky është objektivi i këshillës në Islam. Vëllezër, Kurani famëlar në ka dhënë shembuj të shumt në historinë e popujve të ndryshëm sa i përket rëndësisë së këshillës. Është interesant kush e ka lexuar surën Yasin, Zoti i Madhërisht më tregon një ngjarje me njënin, në fakt me 2-3 pejgamberë dhe me një person, sepse siç dihet në histori të Islamit, vëllezër, njerëzit kanë shkuar aq larg me gabime sa që kanë mbyty edhe pejgamberët. Nuk e di ju ka rënë herë me lexu dhe me Kur'anin dhe me i pa ajetën në Kur'an ku Zoti i Madhërisht na ka shpjeguar se ka pas popull aq të degeneruar sa që dhe pejgamber kanë mbyty. Imagjinoni për shembull pejgamberin që dërgon Zoti i Madhërisht, mirin më të mirë që mund ta ketë shoqëria, ka pas njerëz që kanë mbyty pejgamberët. Sa që është transmetuar në surën Yasin, Zoti i Madhërisht i dërgon me një popull 3 pejgamberë, të tretë i mbysin. Dhe Zoti i Madhërisht më shpjegon ngjarjen e një personi i cili vrapon, shmeton një njeri i mirë që i ka besuar pejgamberëve. Edhe Allah e përshkruan se ka vrapuaj i mlefost, i çudit, që shmbytën pejgamberët. Edhe ju thot, ittabi'u men la yas'alukum ajran wa muhtadun. Thot, pse nuk po i ngoni ato njerëz që kanë ardhur me udhëzu juve? Ata nuk presin për juve as problem as faleminderit. Po ata kanë ardhur me kallëzu çka është e mira. Dhe thot, nëse unë nuk e përkraj të mirën, atëherë pse du të me jetu unë, thot, me të keqen. Dhe është transmetu në komentin e këtyre ajeteve në surën e 2 të Yasinit, në fashën e 2 të Yasinit, historia gjatë, po për marr argumente që po më duhet, është transmetu vëllezër se këtë person pastaj e kanë mbyt të njëjtit njerëz që kanë mbyt pejgamberët. Dhe Zoti i Madhërisht ja përshkruan pastaj situatën, gjendjen. Por derisa ata e mbytën, ka në transmetim e kanë kthy me kokë në dhë dhe e kanë çapur me disi. Edhe ky Allah e përshkruan gjendjen e tij. Thot qila dkhulul janna. Thot por derisa ai e dorëzonte shpirtin, thot Allah Azza wa Jall, ne ja përgatitëm xhenetin. Qila dkhulul janna. I tham ti u bënë banor i xhenetit me ato pejgamberët para teje që shkuan. E çka tha ky person? Qala ya lejte qaumi ya'lamun. Thot me pas dit njerëzit, sikur ta kuptojnë njerëzit se e mira këshilla pejgamberëve nuk ishin bante zene. Ya lejte qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani min al-mukramin. Thot sikur ta kishin ditë ato zullumçart se çfarë pozite mund të tash dhe si e mbylla jetën, thot ma kishin pat xhelozi dhe ndoshta si kishin bën ato veprat e këqija. Pra vëllezër të ndershëm, shoqëritë mund me degeneru. Në shoqëri ku nuk ekzistojnë njerëz të mirë, e mira hub. Ma në men o vëllezër. Me një shoqëri ku nuk ekzistojnë njerëz të mirë, e mira hub.
S'ka ma kush mi thonë të mirës të mirë. Dhe njerëzit jetojnë në mënyrë gabushme. Edhe humbin të vërtetën. E humbin të vërtetën. Dhe rritën brezat me gabime fatale. Prandaj qëllimi i këshillit është me përmirësu gjendjen e njerëzve. Qëllimi i këshillit është me dash dikan me nxjerr pe krize. Edhe mi thonë, jeta është e shkurtër, parimet e jetës ti mundesh me ndryshu vetë, ama së në zhbën të vërtetën, pasuajt janë ndaja. E sot kemi nevojë shumë për njerëz të mirë që këshillojnë dhe ja duan të mirën njëri tjetrit, sepse nuk ka më keq vëllezër se sa me jetu me njëri. Në këtë dunjë, me pas shok, me pas mik, me pas dashamir, me pa në rrugën e keqe dhe ti mos me këshillu. Ka thonë Allah në Kur'an, në ditën e gjykimit, armiqt më të mëdhaj në urë të siratit kanë me qenë shok të kësaj dunjaje. Ata që se kanë këshillu një tjetrin në rrugën e drejtë. Kanë me konë armiq. Bile ka armë një transmitim me një hadith për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kur dy shok ose miq rrugtojnë në rrugë keqe të jetës, dhe njëri vdes, dhe i sheh pasuar në botën tjetër, dhe i thotë Zotit, o Zot, shumë ka tralltu shoku jem, mos jam mundso mu pendu. Edhe ai le të vdes jone që ashtu me faqe të zezë. Subhanallah. E Allahu tha el-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu. E miqtë të kësaj bote nesër në urë të siratit kanë më barë mik të përbetuar në tjetrit. Sepse se kanë këshilluar në rrugët e hajrit dhe se kanë ndaluar për keqes. Çrëndsi ka me pas shok, me pas mik dikan nëse ti e lën rrugën e gabuar. Ko besnikëria ndaj shokit, ko sinqeriteti ndaj tij. Çka duhet për shembull me hang bukën diku nëse ti se këshillon. Çka të bën dobi në era ti për shembull nëse ti nuk e thu kjo punë është ndaluar. Kjo na fundos mua dhe ty bashkë në herat. Atëherë çfarë është një kjo? Edhe pejgamberi alayhis salam kur dy shokë të mirë këtë dunjë këshillohen me zvejt në rrugën e hajrit, nëse vdes njëri prej tyre dhe bëhet banor i xhenetit, të thotë Allahu tu Allah, mundsoj edhe shokit tem le të vdes me iman si unë, që të bëhemi bashkë në xhenet. Sepse më ka këshilluar sa ka qenë gjallë në jetën e kësaj bote. Pra duhet me këshillu vëllezër njëri tjetrin. Në familje, në shoqërinë rreth e kështu me radhë, nëse nuk këshillojmë, e mira hub. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ka marrë koha dhe njerëzit kanë me të hollu, që thot populli, kanë me gati se kanë me kput pennën e të mirës. Thot kanë me i humb vlerat një pas një. Sa që plesht në shtrat të vdekjes kanë me thonë i komajt men plesht e mi që kanë thonë për këtë vej për zban mu ban për negën a ban. Ka që kanë me të hollu të vërdetën. Ka që kanë mi prish vlerat. Thot një pas një. Sa që të rritë ose aja shoqëri e rej s'ka me ditë më qka është mirë, qka është keq. E plaku në shtrat të vdekjes kam i thonë i kam taku plesht e mi. Ata në kanë thonë që zvanë më bon kjo punë për në për i vajmë. E dhëtë Allahu Gjallewala i dhrot dhe i përmby zemra dhe i shkatron shoqëritë e tokës. Pra do të me egzistu këshilla vëllezër. Ku e kemi fjallën të këshilla, sepse koha për në shkon shpejt. Është interesant vëllezër një ajet në Kur'an, sepse për mes këshillën e dona me përmisu gabimin. Është një sure në Kur'an, Zoti i Madhreshëm spjegon për një familje, si shembull dhe jep, një familje të ndershme, që kanë pas pasuri shumë. Edhe një herë në vit, ai plaki, pronari, Allah e përmen Kur'an, një herë në vit, e ka caktu një dit, dhe ka thonë kush donë pe fukarave, prej sabahit e në akşam mund me ardhë, në pasuritem me marë, çka ti duhet për ta në vitin.
njëri mirë. Dhe një ditë prej ditëve vdes. Allah e përshu në Kur'an. Vdes ky plak. E trashëgojnë djemt. Përmendën 3 në Kur'an. Kur vjen momenti që asoj dite që plakje ka qelë derën për fukara, në mbrëmje bajnë muhabet vllaznia mes veti. 2 thojnë kena me ndërprej më këtë punë. Si qelmi më dyrë për varfër. Edhe Allah thot në Kur'an dhe i tha e usatuhum, ju thaj ma i vogli, o ju vllazni e keni gabim këtë punë. Thot se nesër vi njerëz fukara me fëmijë, pleq, majni mëtë që na ju shena e ju një t'ja mbyll derën. Gabim e keni. Edha i madhi insiston thot jo, unë e pejtashtit jam përgjesh dhe ma këtu në pasurit tonë s'ka një hisi kërkush. E përshkru në Allahu Gjelle wa Ala në Kur'an dhe thot kur janë qu në sabah, Allahu atë shumë e ka shkatru pasurin e tyre, sa që i madhi ka thonë mos i na qu jerëm kinarë me një vend tjetës është e pa mushim i ndryshu situata. Allahu dhe dhjo nuk e jerëm i për një me. Ama kjo është ndërshkimi atyre që e ndalin të mirën. Se ti ki përjetu të mirat për shkak se ke dhanë, e unë ta kam shtu, e ti pra më thave i mbydhi dyrt, e si ja për risk ka skujt, ta shjeta të e li për riskën të ikun tjetët se s'ka ma ise për ty në dënjat. Dhe shumë e shumë raste, edhe njëtën tonë përdiqme, ka njerës të cilët kur ta mrin kulmin, degenerojnë. Edhe s'marin vesh. E pasaj që ditësh ku të fundohë, se tu çka ndodhe me filanin, ke shumë mirë, a shumë keq. Të janë matematikat gabushme, kush ka hinë Allah në zogjen këtë njërë, su nja delë vëzër. Kush banë matematika me zotin, kështu kur së më fiton? Kur? Saj që jepë Allahu Gjelle Wala. Pra zban mund dale mira. Zban mund dale mira. Duhet me folë për të mirën. Duhet me përkrat mirën. Duhet me dasht mirën. Duhet me egzistu njerëz të tillë. Sepse për ndryshe dekapitulon shoqëria. Merr fund gjithçka nëse në mes asë shoqërie nuk ka njerëz të mirë, njerëz të devotshëm. Një Zot e di vëllezër këtë dunja sa ka me jetu kjo jetë, shka ku njerëz të mirë. Një Zot e di. Si që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur donë Allahu me ndëshku një popull, ja merë thot dietarët. Ja hek thot dietarët për mesit. Edhe thot pastaj fillojnë ignorantët flasin për parime. Pastaj binë rregulla dhe pastaj fundosen vetë. Kur Allahu se do një popull që i ndodhë, tha i merë djetarët, vdesin djetarët, mos dalin djetarët. E pastaj tha i marin përsi për fjallët njerëz tjerë, ignorantët, kryojnë rregulla dhe fundosen vetë në rregulla tyre. Pra du të me egzistu këshilla dhe se. Mos hezitoni si musliman, si njerëz familjarë, që ata që e din që është e mirë, thuje që është e mirë. Përkraje të mirën, dhe zërë, përkraje. Bëhu argatit mirës, kur nuk dështon, kur s'humb. Nëse ti bash argatit mirës. A qësa ki mundësi me ba? Për ndryshe, nëse në heshtmi, atëre shtrohet pyetja madhe se ku është e vërteta pra në mesin tonë. Ku është e mira në mesin tonë? Ku është? Sepse kur ne heshtmi e ushqejmë të keqen. Heshtja është miratim. E Allahu nuk i do ato që heshtin. E di shka është interesant dhe po e mbylli këtë për shkak kohës.
Në Kur'an na ka shpjeguar Zoti i Madhreshëm se si kanë ndëshku njerëzit më herët. Dy grupet njerëzve. Të këqit edhe të mirë që kanë heshtë. Mos mendo me shpëtu në ahiret. A di pse se kjo kohën tonë, a di çka thot njeri? Thotë unë hoxha jam mirë për veti, as më intereson për tjetrin. Mi vëllo po kjo feja jona do të më pas argat. Ky shteti jon, ky populli jon, a do të më pas Allah hizmetçar që i bën hizmet ti vendi. Apo se cili për veti. Qyshe të njëri për veti. Thotë unë jam mirë, shumë interesant, se nëse ja thami prish radhije. Tja pra veç për veti të në Allah. Allah në ka thonë Kur'an, në ditën e gjykimit. Dy grupet njerëzve janë të barabartë në xhenem. Ata që kanë bën keq, edhe të mirë që kanë heshtë. Kurani po e thotë, nesër në xhenem janë dy grupet njerëzve. Ata që kanë bën keq dhe ata që janë kanë të mirë për kanë heshtë për ballë të keqës. Nuk përparon e mina të heshti, të mëse përkrati. Edhe në fund në kësha me thamë pse e keqa ka që fort. Po e keqa është e fort se ti ke përkra. Ti hesht. Nuk u zë me thonë të vërtetën, nuk u zë me thonë të sinqertën, kalkulon veç për rreth veti, e normal që e mira pastaj nuk fuqizohet. Para muslimani që hesht për ballë të keqës ka vdek me gjithë shka. I ka vdek zemra imanit. Ka vdek imanit. Ai s'ka ndjenjë njerëzore. Do të më largu vëllezër. S'ban me lanë të keqen me ardh. S'ban me lanë të keqen me sundu në familje. S'ban me lanë të keqen me sundu në lagje. S'ban me lanë të keqen me sundu në shoqëri. A nëse heshtmi normal që e keqja bante fort. Tu pe përfundoj për shkak kohës me lejnë Allahut Azza wa Jall me vazhdu gjumën e ardhshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.